dhe më keni bombarduar me mesazhe me Ribana si je dobësuar. Jam dobësuar goxha edhe 3. Përshëndetje njerëz të mi, mirë se erdhe sërish në këtë kanal, më bëhet shumë qefi që kërkoj në këtë video. Shpresoj që t'ju ka pëlqyer video në fundi që ju kam treguar në për Bajram e të tjerë dhe më keni bombarduar me mesazhe me Ribana si je dobësuar. Qa ke bërë, na tregon, na sugjeron, duhet ta dim si, qysh tek e të tjerë. Njerëz jam pak në siklet, me thënë drejtë, sepse më vërtet ashi që më thoni gjithmonë si dobësu, qa ke bërë. Kam vend dhe vetë të re që jam dobësuar shumë, edhe jam shumë e lumtur për këtë gjë, se mezi kam pritur, kam kohë që kam ndërruar, edhe kam qenë në një kapsul, po themi kështu, brenda e mbyllur, edhe nuk di çfarë do të mo, edhe ka ardhur me një pikë atëherë tash, stop, tash do filloj jeta ime re, do ndryshoj disa gjëra që të më bëjnë mu mirë, menderisht dhe fizikisht. Kështu që do ju tregoj se si jam dobësuar unë, edhe si kam humbur unë 25 kg. Jemi momentin e kësaj gjëje. Atëherë, në fillim do t'ju them që do ju tregoj edhe disa foto gjatë kohës që unë flas me ju, do ju shfaq disa foto, sepse nuk e di se çfarë foto do zgjidh, më thënë drejtën. Do zgjidh foto ekstreme ose zgjidh më vërtet foto pak më serioze. Ekstreme do të thotë që janë veshje në bikini, natyrisht nuk i tregoj, se janë gjërat private për mua, ose gjërat, rrobat që kam veshur dhe dukem normale, por nuk duket gjithmonë trupi i vërtet në veshje, sepse në veshje mund ta mbulosh gjithmonë trupin tënd. Ju e dini, kështu që nuk kam nevojë të flas shumë për këtë gjë, por do filloj. Atëherë, vjet, filloj. Nuk u ndisha morat me veten time, fillova të veshja shumë gjëra, rroba shumë të gjëra, shumë të lira, që mos duket një paltur këtu, jo këtu, jo barku, jo këmbët, jo fytyra, jo krahët. Edhe me këtë them të drejtën, njëri që ka një vetbesim të plot nuk ka komplekse me vete, po unë fillova vjet me pas komplekse me vete. Thash una me veten time, duhet të ndryshoj diçka për veten time, për shëndetin tim, jo për një arsye se kam qenë smur e të tjerëve ka qenë vetëm një zgjedhje për veten time. Kjo ka shumë rëndësi. Njerëz, sa do stres të kesh, sa do komplekse të kesh me veten, duhet të besoni gjithmonë në vete. Pika e parë, besoni vetë. Mos besoni asnjë njeri, besoni vetveten. Edhe nëse besoni vetveten, do arrini gjithmonë qëllimin të dobësoheni, ose të arrini diçka që ti thua nuk mund të arri, po mund të arrish nëse ti dëshiron. Du ta keni me vërtet në parasysh që kur don diçka, du të bësh çka mos, që të arrish në atë pikë, që të arritësh thjesht ndihesh verat me vete dhe të vazhdosh aty ku don të përfundosh ti. 10 janar fillova të pas komplekse ekstreme me veten time, dhe thash nuk ndihem rahat me trupin, bleja veshje, kam pasur gjithë të mirat, nuk më mungoshin asnjë gjë, por nuk u ndisha mirë me veten. Nuk e di sa herë do ta them në këtë video këtë gjë, por duhet ta keni parasysh që nuk ka qenë një dietë, nuk ka qenë një gjë që thojnë njerëzit sot e kësaj dite, ka shumë gjëra që bëjnë operacion, për shembull stomakun. Ka njerëz që bëjnë balonin në stomak. Ka njerëz sot e kësaj dite që ka edhe gjilpëra që të marrësh të dobësohesh. Ka dieta, ka shumë lloje të ndryshme se si mund të dobësohesh, por jo vetë. Edhe kështu që mund të them që në këtë video unë çdo gjë që kam arrit në këtë pikë, ja kam arrit vetë, duke mos hangër më shumë se ç'duhet.
Nuk e di, unë se kam besu vetë në fillim, me thënë të drejtën, nuk kam besu ke njerëzit, nuk kam besuar ke gjëra që më thoshin, ke kujdes ushqimi, ke kujdes ke pijet, mos ha mas orës 12, është e vërtet njerëz. Për shumë gocat, modeli që thojnë gjithmonë, mas orës 12 nuk ke drejt të hash, edhe ashtu është. Duhet të keni gjërat në disiplinë, po pa të disiplinë në ushqimin tënd, në pijet e tuaja, do kesh edhe disiplinë në trupin tënd. Kjo ka shumë rëndësi. Edhe kështu që fillova duke pasur komplekse me veten, edhe nuk doja të rregulloja trupin, edhe nuk u ndisha më rahat, si marrëdhënie private dhe sociale, dhe pavarësisht gjithmonë unë kam atë fytyrën e vetbesimit, unë jam këtu, sa do e shnush që kam qenë, nuk e kam pa veten, sa e shëndosh kam qenë. Më vërtet, nuk ka pas... unë ta shikoj fotot e mia të vjetra, them wow. Wow. Kam qenë me vërtet një tullumbac. Kam qenë një tullumbac e fryer. Nuk e them tashi se du t'ju shkaktoj në gjë emocionale juve, po kam qenë vetë edhe vetë e them sot e kësaj dite, si ka mundësi që nuk e kam parë veten time që kam qenë kaq ekstreme e shëndosh. Edhe kështu që filloj nga shtazania e parë, me thënë të drejtën, i shtova vetëm 10 kg, kisha xhania e parë, du ta them e vërtet, edhe kisha xhania e dytë ku ngela atëherë shtazan me qunë e dytë. Unë isha dobësuar, me thënë të drejtën, edhe i kisha humbur 35 kg nga 104. Majni men, kam qenë 104 kg, edhe jam dobësuar të 35 kg, edhe kam qenë ke 79-80 kg. Jo, më falni, kam qenë ke 75 kg. Kam qenë me vërtet ke 75 kg njerëz, edhe nuk du të rrej, po flas shumë lirisht në këtë video që mos kem fare pre editim në këtë video, që të më besojnë me vërtet se si e kam, edhe po flas, sikur po flas me vërtet me një person që duhet të ndihmoj, ju ndua me vërtet ju ndihmoj edhe t'ju sugjeroj edhe t'ju jap një suportim të madh që të mund t'i arrini edhe juve. Edhe kështu që do flas shumë lirisht për këtë gjë. Edhe me thënë drejtën, fillova atëherë u dobësova, më falni, u dobësova të 35 kg, edhe atëherë kur dobësova 35 kg isha në atë hype-in tim, në atë wow, jam dobësuar, kam një fëmijë që është 4 vjeç, so unë atëherë kam bën ndalesë, më nuk doja fëmijë, edhe kështu që thash, ok, pse mos ta bëj. Edhe atëherë ka një pikë që dora që ishte shtazane, edhe ngela sërish shtazane ke quni i dytë. Ke quni i dytë atëherë, ata 35 kg që kam hequr, me sport, do të më thëmë fitness, dhe me ndryshimin ushqimor, që duhet të hani gjërat e shëndetshme, edhe të boni stërvitje, fitness, në 3 herë ose 4 herë në javë. Po unë isha me një fokus, u futa mrena dhe thash, do bëj për ditë trajnime 5 javë të ditës, hanë martë më kurtë e të premte, edhe shtunë në ndjele do rej e qetë në shtëpi, edhe do merre me fëmijën time, kam pas vetëm çunin e madh, dhe kështu që kështu jam dobësuar, edhe kështu është. Atëherë, fillojmë kështu, dobësova 35 kg nga fëmia parë, ngela fëmijën e dy shtazane, shtova 35 kg. Siç mund të shikoni dhe ke videot e mia të fundit, që kam qenë ekstrem e shëndosh, edhe fillova të mos kem mo vetëbesimin tim, nuk e tregosha njerëzve, po e kuptosha vetë me veten time, që nuk u ndisha mo rahat me trupin tim, me veten time. Çfarë do lloj gjëje që unë e veshja, dilja, ose rrisha me dikë, nuk u ndisha mo rahat. Doja të ikja, doja të rrija në shtëpi, dhe fillova atëherë të kem faza që të haj pa fund, ose të haj një diçka që më bën të lumtur, që ka qenë për shembull patatina, çokolada, Red Bulla, kanë qenë, ok, nuk jam njëri që haj shumë edhe mbëlsirat, i kam qef t'i blej, t'i kem, për në mysafirë e të tjerë, por kur rrin atëherë kot, edhe s'ke qatë bësh, edhe s'ke qatë merresh, edhe nuk keni fokus, fillon të shikosh televizor,
si që kam bërë unë në fazën time, shikosha, jo serialet, shikosha Big Brother, shikosha YouTubet, YouTuberet e tjerëve, e të tjerë, dhe rrisha me orë të tëra parë televizorit edhe hasha. Ndërkohë që unë nga ora për shembull 8 që qesha fëmin time nga kofshti, deri në orën 2:30, kam pasur kohë të merrem me veten time, po se kam bërë. Jam marrë me punë të shtëpisë, kam marrë gjithë gjërat e mia këtu në shtëpi, kam lënë shtëpinë pastër, jam ulë para televizorit, jam marrë vetëm me televizorin. Edhe nuk e shikosha dot vetëm më pasqyrë. Edhe ç'a bosha që të ndisha lumtur, ja futja të haja. Fillova të haja ekstrem, e hasha ku hecja, u rrotullosha, hapsha figyferin, fute dorën, haje këte. Edhe kështu që nuk e kuptova veten dhe u shtova 35 kg. Edhe vjet erdhi atëherë ai pika që thash, ok, basta, boll, mjafton, kaq, je nëna e 2 fëmijëve, jetu duke u rritur edhe më shumë, edhe je duke u kuptuar edhe më shumë, duhet të bësh diçka për veten tënde që të ndihesh e lumtur. Dhe kështu që vendosa atëherë të haj më pak. Më pak, do thot njerëz, unë fillova në mëngjes, të haja vetëm ves kuqur, vezime, edhe pak kastravec, pak domate, edhe kaq ishte mëngjesi. Edhe si ishte mësu oreksi që unë të haja gjatë gjithë kohës, ishte për mu një luftë me veten time, që mos të haj një brioche, mos të marr një tortë të vogël, ose mos të marr një patatin chipsa, ose Red Bull. Unë në qoshe mëngjes njerëz, unë i pisha Red Bullin si ujë, jo kafe, po pisha Red Bull, e kuptoni? Që kam qenë në gjendje të rëndë për ushimin time, jo për menderish ose një gjë tjetër, kam qenë shumë në fokus, du të haj, edhe nuk ma ndjen fare për tjerat, edhe kështu që thash jo, të filloj të ndryshoj ushimin dhe pijet. Fillova një herë me thënë drejt, me gjëra më të vështirë për pijet. Se unë jam njëri që pi shumë Red Bulla, edhe sot e kësaj dite i pi akoma, por i kam thënë vetes time, boll, mos e pi mo Red Bullin, hiqe fare nga lista, edhe fillo të bësh një fasting, ok, në këtë orar do haj, dhe në këtë orar nuk do haj, edhe kështu që fillova me thënë të drejt, në mëngjes të haja 2 kokra ves, me pak domate edhe kastravec, edhe djath, edhe kaq. Atëherë në orar të drekës, më thënë drejt, nuk bëj drek për arsye sepse fëmijët i kam në kopshtë edhe në shkollë dhe hajnë drekën aty, kështu që më livërdiste mos të bëja mo gatim për në drek, por në darket. Kështu që unë e di që do vishin fëmijët mas ditën darket vonë, edhe thash, ok, unë do bëj ushimin e darkës, po do filloj të bëj më shumë ushqime më të shëndetshme, do thot një sallat me mish pule. Edhe hasha gjithmonë deri në orën 6. Në orën 6 duhet keni një fokus që filloni të thoni kështu, nga ora 6 të darkës deri nesër mëngjes, në orën 12 të drekës, mos të fusësh gjë në gojë. Do thot do pish vetëm ujë, nuk do pish kafe, as sheqerna, as i gjë, edhe kështu që unë fillova nga ora 6 të darkës. Deri në orën 12 të drekës, pisha vetëm ujë njerëz. As jogurt, as fruta, as i gjë. Kështu që ka pas kohë trupi ime të trajtoj gjithë ushqimin që unë kam hangur më përpara. Dhe kështu fillova dita ditës. Edhe mi fjalë nga ora 6 deri në orën 12. Nuk hash asnjë gjë, vetëm pisha 6 të darkës deri në orën 12 të drekës, duhet ta theksoj këtë, nga ora 6 të darkës deri në orën 12 të drekës nuk hasha mo, vetëm pisha ujë. Edhe mund të pini edhe çaj, atë që nuk e pin për shembull ujë ose gjëra të tjera, mund të pini edhe çaj ju preferon juve. Kjo ka rëndësi, po pa sheqer. Dhe kështu që vendosa në orën 12 të hasha, atëherë në orën 12 hasha mëngjesin tim që është janë vezët, pak domate, pak sallat, ose gjëra që janë shumë, që kanë shumë proteina, që kanë shumë ajzën të gjëra, edhe kështu që fillova në orën 12 të hasha fja drekën, ose mëngjesin time, dhe kam pasur atëherë kohë 3 orë, kohë nga orë 12 të drekës deri në orën 3, të mos të haj mua si gjë. Në fjalë hash në orën 12, haj në orën 3, mund të hasha në orën 3, por nuk hasha atëherë mesha një moll, ose mesha një dardh, ose mund të marrësh çfarë do, so rrush mund të marrësh çfarë do lloj
frute. Edhe kështu që fillova nga ora 12 që hasha drekën ose mëngjesin, deri në orën 3 mazdites, atëherë hash një frut, atëherë në orën 6 darkës ja fusja një sallat me mish pule, ose sot do hash peshk. Edhe do bosh skuqësh peshk, do fusësh pak limon sipër, do marrësh një sallat dhe kaq. Edhe më fjalë për ditë kështu e bësha. Hasha në orën 12 të drekës, ose të drekës, në orën 12 të drekës, deri në orën 3 nuk hasha asgjë, se pishat vetëm ujë, dhe në orën 3 drekës mund të jepsh një snack vetes, që për mua snack ka qenë një frut. Edhe mesha një frut. Nga ora 3 deri në orën 6 kam pasur 3 orë tjera kohë, të trajtojnë të ushqimin që kam mangë, për shembull molla, deri në orën 6 darkës. Edhe në darkët hasha gjëra që unë doja, për shembull që bësha për darkë, ose një supë, gjërat e lehta njerëz, duhet të theksojnë që bukën hiqni komplet, ëmbëlsirat hiqni komplet, pije gazuara hiqni komplet, ujë të thjesht natyral, edhe ushqime të shëndetshme. Edhe të mani këtë disiplinë 12 ushqimi i parë, në orën 3 një snack, në orën 6 darka. Edhe natën, masdite, jo sot ka detline, jo sot ka dasmën, jo. Edhe kështu do vazhdoni një muj. Nëse do e kuptoni vetë që do humb 1 kile, 2 kile, 3 kile, 4 kile, do shtoni edhe më shumë. Edhe kështu që unë kështu fillova. Edhe rezultati më ka dalë që brenda një mujt unë kam humbur 5 kile. Ku e pash që nga 105 që isha, atëherë isha 99 kile, 99 kile 80 gram, diçka e tillë, atëherë kuptova, kjo është duke funksionuar, edhe unë kështu do vazhdoj. Muajin e dytë atëherë fillova pak me stërvitje, shkosha 3 herë në javë në fitness. Shkosha në fitness, po jo shumë për të bërë gjë, 1 orë mjaftonte. Do bosh gjërat e tuaja që të kam mësuar trajneri aty, edhe do bosh për ditë nga pak. Më fjalë 1 orë mjafton edhe ik. Nuk do rrishesh 5-6 orë të bësh stërvitje. Edhe këta gjërat mund t'i bëni edhe në shtëpi. Dhezni YouTube-in, leni aty ka pilates, ka yoga, ka kështu cardio, ka shumë gjëra. Edhe nëse i doni këta gjëra, këta mund të bëhen, kështu që se keni problem fare, mund t'i bëni edhe në shtëpi ku nuk jam fëmijë në shtëpi, sidomos unë që ne kam në shkollë dhe në Kopësht, dhe shfrytëzoj rastin. Edhe kështu që bëj atë trenimin tim 1 orë, edhe futem makinë dhe vi në shtëpi, fus një dush, marr orarin tim dhe kaq. Atëherë shikova që u dobësova, atëherë vajta deri në 17 kg, 17 kg diçka, atëherë kisha një blokadë që nuk u dobësova më, edhe ka zgjatur, me thënë të drejtën, 1 muaj e gjys, që unë pavarësisht edhe pse kam marrë disiplinën orareve dhe të fitnessit, kuptova që diçka nuk po funksionon. Sepse trupi nuk ishte mësuar kështu, edhe nga që metabolizmi i trupit filloi të ndryshoj, edhe thash, do bëj diçka tjetër që të funksionon pak më shpejt, edhe të shikoj a do dobësohem akoma apo do ngec vetëm ke 17 kg. Edhe kjo ishte një fazë me vërtet shumë e vështirë, 1 muaj gjys, 2 muaj gati. Edhe fillova atëherë me thënë të drejtën me shejkat. Shejkat, nuk e di nëse doni të shikoni, me thënë të drejtën, ty të tregoj shejkat, se për çfarë e kam fjalën. Janë shejkat në online që i porosis ke Amazone, me ka sugjeruar kunata ime. Edhe sepse kunata ime ishte dobësuar shumë, edhe thashun, kam një blokadë, nuk jam mirë, çfarë mund të më sugjerosh? Edhe më tha mu që shiko se këta shejka du t'i marrësh kështu, edhe do shikosh ndryshimin edhe do dobësohesh. Atëherë fillon me këta shejka. Shejkat hasha një mëngjes, një drekë, një darkë, 3 shejka në ditë, edhe 3 ditë rresht. Do të thotë që nuk do hash asgjë. 3 ditë rresht do fillosh shejka. Mëngjes, drekë, darkë, edhe 3 ditë rresht. Të hënën të martë mërkurën, deri mërkurën nuk e të drejtë të hash asgjë përveç të shikosh këta shejka. Do të shpifen me vërtet, por do të mësohet trupi. Mas 3 ditëve do fillosh atëherë kështu. Do marrësh një shejk, një ushqim në drekë
edhe në darkët prap një shake. Atëherë do bosh 1 herë në ditë një ushqim edhe 2 herë në ditë një shake. Edhe nëse keni bërë këtë një muj, do e kuptoni që keni dupsuar direkt automatikisht deri në 10 kg. Nuk e kam besuar asuna, edhe po ja që unë jam e provuar edhe kam tash një ide se si mund të dobësohen njerëzit, është vetëm koka. Nëse ka koka jote disiplinë, do thosh duhet të dobësohem, do e bëj këtë, siç e tha Meribana për shembull una, do ja dalësh. Edhe njerëzit që thëjnë për shembull, jo, unë po rri gjithë ditën në këmbë, unë heci, unë boj, unë punoj, unë haj, unë pi, po njerëz, po varet se sa që ndryshimi ka një gotë Coca-Cola me një gotë ujë, sa kalori ka, sa sheqerna ka shumë gjëra. Nuk jam një eksperte për këta gjëra, por jam mësuar vetë nga inati që kam pas me vetën time, që nuk jam ndjemuar ja rahat. Edhe thash duhet të ndryshoj, nuk duhet t'i besoj as njeriu, po duhet të kaloj vetë në të fazë, të shikoj, okay, deri këtu mund të ja dal vetë. Edhe kështu që ke ulje ngritje, sot nuk dua, jam shumë keq, jam 3 ditët e para ose 3-4 një java e parë, fillon të dridhet trupi sepse nuk ka më sheqer, nuk merr sheqerën që i meshe për para, që unë për shumë i pisha shumë Red Bulla edhe hasha shumë patatina e gjëra tjera, budalli që kot vetëm nuk mu dalon të goja një, vetëm hatu, isha shumë keq. Edhe kur e ndjalova, stopova ke gjithë sheqerin, e kuptova, okay, trupi ime po kërkon sheqerin, e duhet ta haj, por nuk ja hasha nga inati. Themi, ja, kush është më e fortë? Jam unë më e fortë ose është koka ime më e fortë? Koka jote thot do hash, po trupi jote thot boll. Beso. Edhe kështu që unë kështu jam dobësuar. Kam sot fix një vit. Sot një vit ka se kemi tash në shkurt. Jo, më falni. Jemi në Mars. Edhe kështu jam dobësuar me shejkat, me disiplinën. 3 herë në javë sport, mund ta bësh shtëpi ose në fitness. Unë për shembull shkoj në fitness. Edhe ushqimi, buka, brumrat, makaronat, orizin, budalliqet, sheqernat, leni gjithë tortat, kafet, leni gjitha. Leni, pini ujë, bëni stërvitje, mos hani bukë. Merrni këta. Ju tregoj tash një sekond sa ti marr shekat, ju tregoj se çfarë sheka ka marr una, për ata që mund të më pyesin çfarë shekash janë edhe të tjerë, kështu që ju tregoj në këtë video, por nuk duhet ta tregoj markën, duhet ta tregoj patjetër, por mos po kujtoni se ky YouTube mos po bën ai sponsor ose ndonjë gjë tjetër. Kështu që di marr, ju tregoj se për çfarë kam fjalën, edhe atëherë mund të bëni edhe ju, mund t'i porosisni kudo në Amazon, edhe mund ta provoni, edhe atëherë mund të më shkruani në komentet nëse keni marr ose a ju ka bën me vërtet efekt. Kisha gjysore, duke folë me kamerë, me ishte tha goja më thënë drejtën dhe kështu që vendosa të pija pak ujë. Edhe kështu që du të tregoj tani për sheka që kam unë, për mendimin tim që më kam funksionuar, që ja kam dalë me edhe me këta. Kështu që janë këta njerëz. 1, 2, edhe 3. E di, janë të gjitha tash që kam vendosur, por dy janë me thënë të drejtën këte. Është tort me limon, edhe varet nëse të shijon, nëse nuk të shijon, kështu që unë fillova me këte për shembull, fillosha në mëngjes, e mesha një 98, edhe e bosha një shake, shkon çdo gjë këtu se si mund ta merrni. Mund ta marrësh me qumësht ose me ujë. Unë e mesha me qumësht, se kisha qef më shumë si ishte shije më mirë me qumësht, kështu që e mesha mëngjes. Dhe në drekë për shembull, që 3 ditë e para, sepse do fillosh vetëm sheka 3 ditë e para, në drekë fillosh atëherë hasha një pancake. Këta mund t'i bosh vetë, kështu që edhe mund t'i bosh fjalë hedh pak qumësht, tregon çdo gjë këtu si mund t'i bosh, edhe ti vojsh në fter, edhe ti bësh gati, edhe mund të hash baking që ka shumë protein, edhe nuk ka asnjë gjë që mund të shnoshi. Në fjalë vetëm mban atë disiplinën tanë
disiplinën tate që mund të dobësohesh, ose nëse do mas ditën e gjë, merresh një ice cafe që unë e merrsha për shembull këtë, edhe kjo është shumë e mirë. Kështu që këta ka gjithë llojet, njerëz, ças ka gjithë, po këta janë për shembull këta tre që i kam tani në shtëpi, po i të mund të ju tregova, se nuk kam tjetër, vetëm këta. Edhe kështu që mund të merrni edhe shejkat. Rëndësishme është që të filloni herë me veten tuaj të thoni stop deri këtu, do filloj 3 ditë shake, mas 3 ditëve do filloj 2 shejka dhe një herë në ditë haj buk, edhe do bëj 3 herë në javë sport. Mund të zgjash çfarë do lloj sporti, nuk duhet të hecesh, të vraposh ose në gjë, mund të bësh edhe gjërat shumë avash, edhe më avash edhe më mirë, sepse ata që torbohen në fitness nuk deri ka shumë rezultate si ata që e bëjnë pak më avash, se kështu e kam kuptuar edhe ke veta ime, që më avash, më gjatë, më mirë për ty, se sa shpejt edhe të lodhesh, edhe të mërzitesh, edhe thuj nuk dua sot. Edhe kështu që jam dobësuar goxha, edhe me thënë drejtën, kam dashur vetëm të arrij ke 79 kg, por tash ku jam ke 80-qa, e them edhe kjo 1 kg, kam 3-4 muaj, më vërtet kam 3-4 muaj që nuk po lëviz asnjë gram. Asnjë gram, sepse nuk e kam lënë pak vetëm rafsh, se tash jam dobësuar, tash mund të vesh çfarë dua e të tjerë, por më thënë drejtën edhe problemi i veshjes është tani, nuk e di çfarë mase kam. Përpara kur blesha gjërat ke Sheinin, blesha gjithmonë 1XL, 1XL, edhe atëherë kur porosita shi që jam dobësuar, edhe ku merrën rrobat ishin gjigante, shumë të mëdha, nuk më mbishin më, edhe gjithsesi që kanë ardhur gjithë porosia e Sheinit, e ktheva sërisht, edhe çova, e thash, nuk po mbin, atëherë fillova të porosis rrobat e tjera, tash i herë 2 porosita rroba në numër L-ja, edhe prap e kuptoj që janë të gjëra. Dhe kështu që vendosa të them drejtën të shkosha me dyqan edhe të provoja disa gjëra dhe mund të shikoj se çfarë mase mund të ke. Ke pjesa sipër më kam arrit ke M-ja, ndërsa pjesa poshtme L-ja do të themi kështu. Pavarësisht se unë gjithmonë marr gjërat, rrobat pak më të lira, më fjalë më të çlira, që të ndiej pak më rahat me veten, se kam akoma pak kompleks, pak fare. Kompleksi im është barku. Kështu që, por duhet mendoj që unë kam sjell në jetë 2 fëmijë të mrekullueshme, të shëndetshme, shqyr Zotit, edhe kështu që jam edhe lumtur me kaq, më thënë drejtën, pavarësisht se duhet të bi edhe 10 kg tjera, nuk më di, mu ka fiksuar tash kjo 10 kg që janë kokë, që të arrij ke 70-çi, por do filloj të fokusohem pak më shumë ke fitnessi, edhe të trajnoj, të filloj të stërvite, të bëj të barakut. Kjo që më bën pak si komplekse me veten, asnjë gjë të më shumë. Edhe kështu që kjo ishte video, njerëz, që më keni më bartuar, që keni kujtuar se kam zvogluar stomakun, jo. Kam vënë baloni ke më stomaku, jo. Kam marrë gjipëra për dobësim, jo njerëz, më besoni, është vetëm disiplina në mendjen tate dhe të fokusohesh ke veta jote, që mos të hash më gjërat pa orare dhe pa disiplinë, të hash gjëra të shëndetshme, të vazhdosh gjërat e tuaja. Kjo shejki ka ardhur mas 3-4 muajve që mendova se unë fillova herë me veten time, dhe kjo është një ndihmë për më shpejt që të dobësosh akoma më tej, edhe kështu që mund të filloni edhe me shejka nëse doni, mund të filloni edhe pa shejka, por du ta keni në mendje që nga ora 12 e drekës deri në orën 3, në orën 12 e han drekën e parë, në orën 3 e merr një frut, në orën 6 të darkës e hani dark, një salat, një gjë të lehtë ose një gjë që ju preferon, po jo shumë me sasi, pak, edhe të presin deri nesër në orën 12 të drekës. Edhe të pini ujë, t'i leni sheqernat, çokolladat, tortat, patatine, asnjë gjë mos e lejoni vetes juve. Edhe kështu mund t'ja dilni që të dobësoni. Këta janë, kjo është një gjë që kam kaluar një te fazën. Edhe shpresoj që t'ju mund t'ju ndihmoj
me kaq. Nëse keni pyetje, më shkruani poshtë ke komentet. Edhe shpresoj që nëse doni më shumë informacion, më shkruani vetëm komente poshtë, kështu që unë mund të përgjigjem çdo gjëje. Edhe shpresoj që t'ju ka pëlqyer ky video, mos harroni të bëni një like, një subscribe, një koment dhe shihemi në videon e radhës. Paçi!